Studio ime tashmë është shndruar në një mund të themi klub të vogël të astronomisë. Kemi një disa mjete që na shërbejnë për me pa gjithësinë, asteroid, e tjerë. Kjo është pra pikërisht edhe tema që ne do të diskutojmë në këtë pjesë të parë të dytë të emisionit, pasi që sot është edhe dita ndërkombëtare e asteroidit dhe do të flasim për këtë temë. Do të kuptojmë më shumë se çka janë asteroidet, si festohet kjo ditë në vendin tonë sot, por edhe detaje të tjera. Por me bisedu për këtë temë, kam kënaqësinë që me mua në studio është Suhel Ahmeti, astronom dhe themeluesi i klubit të astronomisë. Suhel, mirë se erdhe. Mirë se Gjeneta, faleminderit për ftesën. Bashkë me neve është edhe Redon Ladrovci, fizikant në ardhje. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi. Unë mendoj po të shoh teleskopit, po besoj që me rëndësi që yje do t'i shohim fund. Më tregoj, unë do e filloja pak me gjithë këto gjërat cilat i ke sjell këtu në studio. Do të na prezantosh, besoj, nga pak se cilën prej tyre që edhe publiku ta dinë se çfarë kemi këtu në Trojet. Këtu kemi një teleskop, është i llojit reflektor, Dobsoni, nëse që ka me pro mekanizmin e vetë, ka qenë donacion për Astronomers Without Borders, për Amerikës, dësa këtu i kemi një gurales të hënës dhe të Marsit, ta kanë qenë meteor, që kur kanë ardhë dhe kanë hynë në atmosferën e tokës, pra kur shkencëtarët i kanë po, e kanë vërtetu që vinë nga hëna dhe nga Marsi, dhe i kemi disa meteorë tjerë, me qenë se tema është për asteroid, zakonisht ta meteorët vinë për asteroidve, mirë po i quj meteor për shkak madhësisë të tyre, edhe kur ti në atmosferën e tokës ato shkrihen. Dështë e keni po ato yjet që binë shooting stars që ju thojnë, fakt janë meteor që vinë nga hapësira, ato vazhdimisht binë në tokë, edhe këtu disa për tyne godasin tokën, edhe mundemi me i gjetë tani në format ndryshme, sikur kjo këtu, dinosaurat për shembull dyshohet që janë shkatrupi këtyne meteorëve të mëdhaj që kanë godit tokën. Fatmirësisht nuk kemi të rrezikuar më, për shkak se kemi teknologjinë që edhe NASA është që do të flas pastaj. Patjetër. Mirë po këtu mundemi me vëzhgu edhe me edhe na nga Kosova dhe me teleskop profesional që i kemi. Bile është një asteroid që mbon edhe emrin tim si nder që është bërë nga Unioni Astronomik Ndërkombëtar. Si erdhi dhe të kjo që një asteroid mbartë emrin tënd? Ka qenë nder, vitin e kalum kemi pas një astronom nga Franca, i kemi instalu disa kamera në observator, ku ato kamera i detektojnë të meteorat kur binë në trojet shqiptare, e na mundemi me shku me mbledh vetë. Mi po ne jemi edhe pjesën e International Asteroid Collaboration, Search Collaboration, që edhe na vetë ti zbulojmë të i detektojmë, edhe mundemi të armën edhe me mërtu na vetë si Kosovë. Mirë po ka qenë që me vlerësu të arriturat e klubit astronomisë edhe rinin, ma shumë është një nder për Kosovën, për shkak që edhe Kosova me një vend i vogël që është, mundi me bo zbulimet mdoja, mundi me përfatësu Kosovën ndërkombëtarisht me astronomi, me popularizu astronomin, edhe ka dosht me mirë njoft pro punën që pe bujna në popularizimin e astronomisë në Kosovë dhe në vende tjera. Se ne përfatësojmë shumë organizata të huja, organizojmë ngjarje ndryshme të astronomisë, shembull observatori para 4 vite s'ka qenë funksional as pak, po me ndimin e komunës, misionit të KB-s, Ministrisë Arsimit e kemi hap, tash po vinë nxënësat të rinë të reja, vizitorë ndryshëm, turist, po vinë pishikojnë më nga afër pra objekte qiellore, planetet, yjet. Jemi në proces tash edhe një planetarium me bë, kështu që e ka qenë një nder me vërtet shumë i madh për këti astronomit. Kështu fillohet më hapat vogël për të me realizu ato ëndrat e shumë fëmijëve. Ki parasysh ata fëmijët e vogël që i pyesin çka dëshiron të bësh kur të rritesh, dua të shkojnë në hënë, dua të bëhem astronom. Këto e nxollim në atë një moshë për një moshë të re, pra këtë interesimin për shkencë, që këta kur të rritën, pra dhe Kosova me pas edhe 33 të veta dhe shkencëtar të vetë që më në mburë në tarme. Dhe pa diskutim, sepse veç se kanë filluar gjithmonë të përfshihen edhe në
i kemi deri dhe në NASA shqiptar, kështu që është shumë lehtë e besueshme që në të ardhmen mund të kemi ndoshta edhe tamam astronaut që do të udhtojnë edhe në gjithësi edhe nuk i dihet asnjëherë. Na shqiptarët jemi gjithkund. Pikërisht, po dëshirojmë vendet më të mira, pozitat më të mira, kështu që nuk e kemi të vështirë për me arrit. Duke më parasysh që ka qenë me tashme, të vërtet ka interesim shumë të madh. Këtu i kemi edhe Redonin për shembull, që është në fizikant në ardhja, që dënë më bë, më na tregu Redoni për planet e veta, çka po dënë më bë. Redon? Patjetër, Redon, në fakt, ajo që duhet me të pyet është se kur të zgjedhësh si ri, disa prej lëndëve që janë fizik, kimi, janë ato lëndë që i shohin pak më të vështira për të studiuar, për të punuar me to, kanë shumë formula, janë më të vështira dhe shpeshherë nuk është që ka një interesim shumë të madh. Ty çka të ka bo me hyrë kësaj rruge? Normalisht, shumicën e studentave që janë pjesën e shkencës, më shumë i favorizon kjo fusha astronomisë. Unë fillimisht duke shikuar qiellin që nga mosha 6 vjeçare, më ka pëlqyer dhe më ka marrë pyetjeve pse, çfarë, pse dhe këto pyetje janë më së shumti në shkencë, çdo pyetje se çfarë, pse, si është kjo dukuri, e prandaj kjo ka ngjall kurreshtjen për me vazhdu me studiu, me lexu më shumë. Edhe pe astronomisë në formë e kom gjetë pagës vetën. Shembull, ne në Kosovë këtu pjesa e shkencave ndoshta nuk është e zhvilluar, por pjesa e astronomisë ka filluar gradualisht ngadalë të zhvillohet. Shembull, ne në klub, përveç atyre që ne i kemi shembull pajisjeve, në anën teorike cilën ne mësojmë nëpër shkolla, sepse nuk mësohet vetëm klasën e 12, anën teorike ne ja mësojmë nxënësve studentëve ta praktikosin në anën praktike, domthonë përmes teleskopëve, përmes pajisjeve të cilat ne i kemi në observatorin e Prishtinës. Por nuk janë fusha të vështira, duhet vetëm pak punë dhe pak mund. Pra, të studiosh shkencën gjithmonë duhet të jesh shumë kurreshtar. Ti kërkosh gjithmonë ato pset. Normal, do të bëhet pyetja pse, çfarë, dhe më pas fillon të më gradualisht. Shembull, në fillimisht shkencëtarët e mëdhenj, cilët kanë filluar me zbulime pagës më të vogla, gradualisht kanë filluar. Një lloj ka nisë edhe dita asteroidëve. Patjetër. Po, nëse folim për asteroidët, gjithmonë i shohim ato objekte shumë të mëdha, dhe duken të frikshme, edhe pse dhe toka duket shumë e madhe, po ku ta shikosh nga gjithësia duket shumë e vogël. Çka ndodh për shembull si fizikant po të pyes, nëse një asteroid hyn në atmosferën e tokës, rrezikohemi? Si funksionon, domethënë, mund e ndalon atmosfera graviteti si? Tash asteroidet janë trupat qiellor më të vogël të zbuluar deri në moment që ne po flasim, mund të ketë edhe trupa të rinj qiellor që ne nuk i dimë. Dallimi mes një meteore dhe asteroidi është në këtë formë. Meteorat kanë domethënë targetat dhe mënyrat e tyre që orbitojnë. Shumica e planetëve këta meteorë i detektojnë dhe i bëjnë një farformë me satelitë të tyre natyral. Shembull, planeti Saturn ka shumë domethënë kësi meteorë, të cilat i kanë edhe satelit, kurse asteroidi është një trup qiellor i cili lëviz në formë të rregullt dhe nuk din ku të godas objektivin. Ndohet në dy forma, ndohet në format shkëmbore dhe në format metalike, është një lloj sikur tek meteorët. Asteroidi kur vjen më së në tokë, ai përballet me pjesën e atmosferës dhe shumica e tyre shkatërrohen direkt në atmosferë, pasi gazet e ndryshme dhe elementet kimike bëjnë shkrirjen e këtij trupi qiellor. Por mund kemi domethënë asteroidë që mund të jenë mëdhej, ne e dim fatin e dinozaurëve si ka qenë, dhe këta kur godasin krijojnë kratere të ndryshme. Shembull, nisoj kemi në hën ne nga observatori kur i shohim shembull disa lloje të vrimave, pyesin qytetarët se çka janë ato vrima, ato quhen krateret hënës, janë goditet e marra nga asteroidët dhe meteorët. Pasi janë trupa qiellor të cilët godasin në formë vazhdueshme, por ky është dallimi mes një asteroidi dhe një meteori. NASA ka teknologji tash, për shembull komisione shumë ndryshme. Sa ty dalën të imagjino sa shumë vrima gjigante ka në hën. Kemi parë të pamjet e freskëta që i kishim tani kur ishte Artemis. Po, me misionin Artemis. Po pyetja është si mbrohet toka prej, sepse kemi dhe shumë larg nga dielli, nga hëna. Fatmirësisht, graviteti tokës i hënës na mbron nga ato. Disa për tyne dëpërtojnë, ato vazhdimisht dëpërtojnë në tokë disa metar, po atmosfera e tokës i shkrinë. Mi po pezojnë që për shumë një asteroid dhe po vjen drejtim tokës, tash na ESA, European Space Agency, ka bo një testim me DART, një mision,
ku e ka dërgu si një farë lloj sonde ose rovere, si një lloj rakete, si me spjegu në gjuhën shqipe, edhe ja ka ndru trajektorën të saj. Pra jemi të sigurt, Jemi të sigurt, kështu që ka qenë një sukses shumë si mision. Masandej kemi dërgu edhe satelit si që është Bennu, ku kemi shku dite një asteroid, dhe kemi marrë ato samples, ato grimcat, mostrën, edhe kemi këthym tokë. Ta shkencëtarët jenë të e po që qa ka në ato, shkencëtarët besojnë që jeta në tokë ka në përmjet ty në gërzve me asteroidve, kometave, që i kanë pra përbërësit kryesor për mu zhvillu jeta në tokë. Që i kanë po që janë ka përbërjet ndryshme kimike edhe tuke përshirë dhe ato tujet me këtë asteroidin Bennu, edhe ka pra tash misionet ndryshme NASA që është i zhvillu vazhdimisht, që me një tardhme nëse to ka rizikohet për një asteroidi tillë, na mundemi me shkatru ose me janë ndru trajektorën. Fatmirësisht, komuniteti astronomëve vazhdimisht të bën hulumtime, kërkime me teleskop të avancu, zbulan asteroid ndryshëm, po disa prej tyne pra mundemi mësmi po, edhe zakonisht binë tokë, për shembull ka qenë një në Rusi, që ka ndodhë, ka qenë një meteor shumë i madhë, që ka lanë disa, i ka shkatru disa ndërtesa për rreth, kështu për shkak impaktit që ka posë, jo për shkak që ka godin do një ndërtesë, mirë po pikërisht dita ndërkombëtare e asteroidëve është për me rritën ndërgjegjën qytetare për mu informu ma shumë për këto objekte qiellore. Na në observatorin në Prishtinës e kemi një ngjarje për orës 8, ku do të mbajmë ligjëratat, këtë Mendim Rrugova, Sabit Gashi, disa astronom të huaj, cilë do të japin informacione, masandej do të kemi një koktel rasti, kemi me pas disa dhurata në quiz që kemi me organizu, edhe pas kësaj në fund e kemi vëzhgime me teleskop, të hënës kemi me pa këto krateret, sigurisht për observatori Prishtinës nuk mundemi me pa këto asteroid, sepse preferohet një vend që s'ka ndotje dritave, edhe me teleskop që jenë më të avancu. Mi po zakonisht ato shien, pra është edhe një organizat që ne jemi pjesë e saj, që i marrëmi pjesë vullnetarisht për mi zbulu këtë asteroid, edhe tarmen mundemi me propozu edhe na emrat tonë, duke përshirë dhe emrat të yjeve. Për shembull, International Astronomical Union çdo vit të hap aplikimin që ka shumë yje me miliarda yje, që s'kan për shembull emërtime. Që me disa vitet kalume me Universitetin e Tiranës, me Mimoza Hafizin, i kemi emërtu disa yje, për shembull është një yll me emrin Dardan, është një yll me emrin Arbor, që kemi lanë edhe emra shqip, pra të këtyna yjeve. Tash që së shpejti ne do të mbrim edhe në gjithësi. Po, më trego, Redon, kemi ndonjë rrezik në toka, me qenë se po shihet që teknologjia ka arritur ndoshta të bëjë devijimin e asteroidëve, po gjithmonë është ajo frika kur ta mendosh sa e madhe është gjithësia, çfarë ka në të, aq pak është zbuluar, aq shumë ka për të zbuluar, gjithmonë është një dozë frike. Çka ju bën juve, domethënë ajo kureshtja si gjithmonë si fizikant me ulëmtu, çka ty të bën përshtypje më shumë nga gjithësia, çka neve na themi mundet me na rreziku në të ardhmen, ose po me pak frikë. Unë ndoshta më ndërlidh me Suelin, po ashtu një ndër mbrojtësit e tjerë natyror është planeti Jupiter, sepse mes Marsit dhe Jupiterit gjenden brezi asteroidëve, mes këtyre brezit asteroidëve Jupiteri përmes forcave të tij gravitacionale bën tërheqjen e këtyre trupave qiellor, me nuk i lejon më godin tokë. Ndryshe në astronomi dhe fëmijët pak e quajnë si vëllau mbrojtësi i tokës, pasi neve na mbron, por me zhvillimin e teknologjisë, zhvillimin që po ndodhin vazhdimisht, krijohen një farformeve sondave, një farformeve armë të cilat mundin të shkatërrojnë ata asteroid, të cilat nuk mundin me shkaktuar më dëm në tokë, sepse ne po hasim nga momenti në moment, shohim lajme ndryshme, teori konspirative që një goditje mund ta shkatërrojë në tokën, por të gjitha ato nuk janë të bazuar në shkencëtarisht, pasi për të pasur diçka më të besueshme janë nga NASA, cilat domethënë i publikon në formë të vazhdueshme, po ashtu janë edhe rrjetet e tjera të komunikimit, siç janë domethënë tek mundna me ndjek se si janë këta trupa qiellor, ku bin, po ashtu edhe ne kemi edhe në Kosovë, Suelia përmendi detektimin e këtyre trupave qiellor se ku bin në shtetin tonë, e tjerë. Po ashtu është interesant pasi asteroidët
janë me të vërtet trupa interesant qellorëve, mund të ketë raste ku këta mund më shëndru edhe një farformeve si satelit hënës, sepse ne kemi dëgju lajme ku themi toka do t'i ketë 2 hëna, por shkaku sepse këta kanë gravitet të ulët dhe nuk kanë fuqi dhe më vonë të mëdha, nuk mund më shëndru një farforme si një lloj sateliti. Për shembull, unazat e Saturnit janë përbëm nga këta me ato unazat që shumë për teleskopëve, janë kështu grinca, kështu ko me qindra meteor ndryshëm, me përbërje ndryshme. Shembull është edhe kometa, e dallimi mes asteroidit dhe kometës është se kometa është pothuajse i përbërë nga okulli, e kur të vjen afër diellit, dielli, pra ngrënia e diellit i shkrin. E zakonisht ato janë çast ndryshme sa që mundemi mi pa dhe me sy të lirë. Për shembull kemi pas rastin 2024, 2022, Atlas, kanë qenë disa kometa tjera që kemi vëzhguar me teleskop, po kemi mujt mi pa dhe me sy të lirë këto kometat. Pra veç me botë ditën se jemi shumë në rregull, nuk jemi të rrezikuar për tyne, nuk është ideja për mu frigu, veç është ideja për me informu publikun se çka janë ato. Edhe shumë për shembull Saturni ka me qindra hëna, për shembull Jupiteri, gjithashtu, po disa që shta për shembull planeti Mars, i ka edhe 2 hëna tjera, ato nuk janë shumë të mëdhaja, po janë si në formën e asteroidit. Është Ceres, janë disa tjera, këto pra quhen në gjuhën shkencore si minor planets. Edhe kjo asteroidi që është emërtu me emrin tem, është dikon 3 kilometra i madh, edhe është në orbitën e Marsit edhe Jupiterit. Pra është dikon sa 3 herë Burj Khalifa në Dubai. Okej. Po duket shumë gjigant nga toka, po nuk e di se si do duke nga gjithësia. Për fund, unë të dy juve do doja të merja me qenë se mireni keni edhe ju shoh kur bisedoni për astronominë, keni flisni me aq emocion, me aq dashni dhe vërtet se sa shumë e doni. Dua shkurtimisht nga të dy ju të më tregoni cila është gjëja më e veçantë që të ka lënë pa fjalë kur e ke mësuar gjatë studimit për astronominë gjithësi. Një fakt, një gjë shumë interesante. Ka shumë gjona, po nashta një gjë që nuk që nashta disa nuk mundën me pranu këto që po thëmë është se ne jemi të bërë nga pluri yjev, pra hekurin e gjokin tonë, kalciumin e ishrat të tona, ne jemi të bërë star stuff, pra kjo e bënd veçantë që na jemi ardhë nga një yll, nga këtë ras dielli, pra përbërësit kryesor pra në organizmin tonë edhe në tokë, pra jënë bërë nga pra grimcat e pluri yjeve që shi thojnë na star dust ose star stuff, kjo e bënd ma të veçantë, po një gjë që ja kësha preferu dhe publikët është lutem me përjetu një eklips diellor, asë është me të vërtit një ndjenjë shumë e veçantë, kur ditën bëhet errët, e në ku të lashta njerës të kanë po që kanë thonë që Perëndia është zemërua se diçka. Tash me zhvillimin e njerive e tjere shumë që është vish një proces natyror që ndodh në univers. Kështu që ndoshta me përjetu është të ardhur një eklips në gusht, është total shihet për Spanjës. Mirë po për Kosovës dhe shihet pjesor. Ju preferaj që me ndjek një eklips. Vjetë në gusht është apo? Po, me 14 gusht nëse zgabojnë këtu, publikojnë në rrjetet sociale. Mirë po nga Spanja do të shihet total, ndërsa në vitin e tjetër nga Egjipti do të shihet edhe ato total, nëse s'kanë mundësi këtë herë me po. Gjëja më veçantë? Astronomia është vetë e veçantë. Vetë fusha astronomisë ka të lyfar misterit, cilin të angjallat, pytjen, atë korreshtjen, derin momentin... Po të bishka që të kalëm pa fri, pa fjallë, kur e ke marrë vesh? Normalisht momentin kur e vendos syrin ato për me vëzhgu. Kur e ka marrë vesh, ka qenë njëra e orbitimit dhe trajektoria planetve që është një farforme. Se ne i na mësu me po formën rrethore, por lëvizja planetve që bëhet një farforme si në forma rrugës e gjarpërit, është diçka e pa imagjinueshme, do një farforme dhe si jemi në lëvizje në formë vazhdueshme me universin, dhe a do të ketë fund në herë kjo univers? A kemi një mbarim? Nëse pyetja më madhe që bëhet, a jemi vetëm në univers? A ka jashtë të kësor? Kjo është temë në veshte, do t'ju kem një ditë për këtë temë. Kjo është interesant të trajtohet, pasi shumica e njerëzve mendojnë që alienet ekzistojnë si në formën që jemi ne, po në fakt që ose një planet apo një satelit ekziston një lloj qelize, një lloj mikrobi apo një lloj alge, ajo quhet jetë jashtëtoksore, në kuptojmë domthonjë jetë jashtëtoksore, por shumica e njerëzve mund mendimeve kanë jep që mund duken alienet sikur ne, por në fakt që ose një planet ekziston një qelizë apo diçka një mikrob apo një alg, ajo normalisht quhet jetë jashtëtoksore. Sikur planetin Mars, që janë tu roveri marsian që po zbulon vazhdimisht
Me qenë sa asërëmia është fushë e zonë, kemi me vetë tërë Kemi ditën. tema, ne besë i hapëm disa tema që mund t'i diskutojmë ditët në vjen. Juftojmë në observator të na vizitani. Nga ora 20, Nga ora 8 e hapim. Gjatë ditës punoj me shkolla institucione arsimore. Nëse dojmë ardhë dhe natën në qytetarët, mund me na vizitu nga ora 8, veç në ta shikojmë motin, se nëse moti me re, nuk mundime me vëzhu me teleskop, ta shimi të e bo dhe planetariume, në shpresoj që mi ardhë me po më nga ofër. Unë ju falendroj shumë për këtë energjit mirë, për këto informacione shumë dyra. Gjithë që kemi pak hyje, pas kemi diçka nga hyje, kështu që po shëndris njës të gjithë. Faleminderit shumë edhe njëherë, shumë krasi, besoj do t'ju takojmë dy kemi edhe hera tjera për shumë tema, me qenë se gjithësia nuk ka fond. A ka fond, do t'a diskutojmë në njëherë tjetër. Gjithësësi, faleminderit dhe njëherë shumë krasi.